Bashkëbisedoj me zotin Olsi Azegji. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju dhe unë do ta nis me pyetjen, apo përfundon ky konflikt? Konflikti duket se ka hyrë në fazën e një lufte të zgjatur, e cila në disa momente është luftë e ftohtë, në momente të tjera kthehet luftë e nxehtë. Në datën 5-6 maj, domethënë përpara rreth 8 ditësh, presidenti Trump njoftoi nisjen e projektit të lirisë, ku ai deklaroi që amerikanët do të çonin luftanijet për të hapur kanalin e Hormuzit, por ç'a ndodhi është që futja e 3 luftanijeve amerikane do të përballej me kundërpërgjigjen e Iranit, ku Irani do sulmonte me raketa dhe me drona 3 destroyer amerikan, dhe sipas palës iraniane një destroyer edhe u filmua duke u djegur. Kundërpërgjigja amerikane do të ishte goditje në portet e Bandar Abbazit, ishullin e Keshmit dhe në qendrat e komandës ushtrisë iraniane përgjatë xhirit persik. Irani ju kundërpërgjigj sulmit amerikan duke goditur Emiratet e Bashkuara Arabe, po pas kësaj përleshje dhe shkëmbim zjarresh, Trumpi e para njoftoi pezullimin e projektit të lirisë, edhe kur e pyetën gazetarët a është hyrë armpushimi, ai tha jo, i kemi dhënë Iranit vetëm një loftë të tap apo një dack dashurie. Ama çfarë po ndodh që nga data 8 deri në 10, si iranianët, si amerikanët vazhdojnë sulmet kundër njëri tjetrit. Iranianët rrëmbyen një cistern nafte në gjirin e Omanit në datën 9, ata goditën Kuvajtin dhe Emiratet Arabe me raketa dhe me dron, dhe e jashtëquajtura marrëveshja apo negociat për paqe ndërmjet SBA-s dhe Iranit nuk u pranua nga presidenti iranian, nga presidenti amerikan, pasi amerikanët ju përgjigjen ofertës së Trumpit me kushtet e tyre, që ata kërkojnë heqjen e bllokimit amerikan të gjirit të Omanit, përfundimin e luftës, zhbllokimin e fondeve që Amerika i ka bllokuar Iranit, dhe sikur duket situata deri në këto momente nuk po kemi asnjërin fal që po toleron tjetrën. Trumpi kërkon që Irani të kapitullojë, iranianët kërkojnë që Shiko, se dua ta kuptoj këtë se çfarë ka thënë Donald Trump në këndvështrimin tuaj ose si e lexoni. Irani do ta praktikojë 100% pasurimin e uraniumit dhe do të marrë rezervat bërthamore. Nuk kemi nxitim për të arritur një marrëveshje. Po, domethënë këto janë kërkesat maksimaliste të presidentit Trump, ku ai kërkon që t'i marrë iranianëve uraniumin, iranianët refuzojnë ta bëjnë këtë gjë, dhe ku ka ngelur situata tani është që si SBA-ja si Irani kanë bllokuar rreth 25% të naftës botërore. Çmimi i fuqisë së naftës në këto momente është rreth $108 fuqia, por ka gjasa që të rritet shumë, pasi parashikohet që nëse bllokimi i kanalit të Hormuzit do të vazhdojë, do të kemi një seri vendesh që do ngelen pa naftë, sidomos në Azi, po më pas kjo krizë do të godasi edhe Evropën, dhe tani ngelet se kush do uli kokën i pari. Edhe Turqia i kishte një alarmë, se dhe nga Turqia për rrafshin ekonomik, pra ministri i jashtëm ka thënë se është rëndësishëm një stabilitet rajonal. Po, deklarata e ministrit jashtëm Hakan Fidan erdhi kur ai vizitoi Dohën, Katarin, nga që duhet kuptojmë që këto vendet e gjirit në këto momente janë një krizë ekzistenciale. Katari po hyn në muajin e 3 që nuk ka shitur gaz,
Emiratet Arabe nuk po shesin naftë, Kuvaiti nuk ka shitur asnjë litër naftë dhe jemi në këto vende janë në një krizë ekzistenciale pasi buxhetet e këtyre vendeve që ne dim që janë vende shumë luksoze dhe të shtrenjta dhe që janë ndërtuar në shkretëtirat e Arabisë. Po, Këto shtete nuk jetojnë dot nuk pa kanë burime. vërshimin e pa burime dhe Nuk kanë burime. këto kanë probleme tani me ushqime, kanë probleme me numrin e ekspatëve, se duhet ta kuptojmë që në vendet e gjirit ka vende sikur Katari apo Emiratet Arabe që të huajt apo ekspatët përbëjnë 80 deri 90% popullsisë. Por në momentet që nuk shitet më naftë dhe gaz, Dubai, Doha, Kuwait City nuk kanë më lekë që të paguajnë të huaj. Dhe në këto vende do bëhet një krizë e paparë nga që do largohen që nga Bangladeshasit që pastrojnë rrugët edhe plerat, deri te shqiptarët që punojnë nëpër hotele. Shumë hotele në Dubai kanë pezulluar shërbimet e tyre nga që nuk po shkojnë më turistë. Dhe kjo po krijon një krizë të paparë dhe një rrënim të paparë të ekonomive të gjirit persik. Por e njëjta gjë nuk është e vërtet për Iranin, nga që në Iran populli e para është autokton. Irani është një vend me klimë normale, sikur Shqipëria ka male, fusha, burime ujore, dhe për më tepër Irani ka 47 vite që jeton në sanksione ekonomike dhe për iranianët ata mund ta zgjasin konfliktin për shumë kohë. Nuk ka një revoltë brendshme atje, nuk vërehet, synohet në kohë lufte edhe kjo, edhe në rastin konkret në fillime, po pa diskutim që një çështje e tillë nëpërmjet një revolucioni të brendshëm. Ndërkohë, nuk e di nëse jam gabim, po flitet pak, nuk e di çfarë ndodh realisht atje. Në Iran vazhdon puna business as usual, nga që duhet të kuptojmë që iranianët kanë një ekonomi të vetë përmbajtur. Domethënë Irani është pak a shumë si Shqipëria në kohën e Enver Hoxhës, ku shqiptarët prodhonin vetë që nga paketat e duhanit, te shkrepset e cigareve, te këpucët dhe te rrobat. Dhe Irani ka këtë lloj ekonomie. Por në anën tjetër, Irani duke patur kufi toksor prej qindra kilometrash me Pakistanin, me Azerbajxhanin, me Turqinë dhe duke patur edhe detin Kaspik me Rusin, për Iranin nuk është mbyllur gjë, se iranianët po vazhdojnë që të shesin naftë drejt Kinës nëpërmjet porteve të Pakistanit dhe të marrin furnizime nëpërmjet porteve të Pakistanit dhe të detit Kaspik. Problemi më i madh është për vendet arabe të gjirit, vende që nuk kanë përjetuar ndonjëherë kriza. Domethënë popullata e Dubai, e Riyadit, e Kuwait Cityt është rritur duke ngrënë McDonald's dhe duke jetuar nëpër ambiente me ajër të kondicionuar. Nëse këto vende nuk prodhojnë dot më rrym, nëse këto vende nuk pastrojnë dot më ujin, ta filtrojnë ujin e kripur, jeta merr fund në këto vende. Ndërsa për Iranin është ndryshe. Dhe iranianët për më tepër shpresojnë që kjo lloj bllokade do të vazhdojë të paktën deri në nëntor të këtij viti, tani jemi në muajin maj, nga që në nëntor ne kemi zgjedhjet për Kongresin dhe Senatin Amerikan. Dhe iranianët besojnë që ata janë në pozita superiore në krahasim me amerikanët, nga që amerikanët nuk i mundën dot, por janë iranianët tani që po bllokojnë naftën që i intereson Amerikës. Çmimet e naftës, e ushqimeve po rriten në gjithë botën, duke përfshirë edhe SBA-n, dhe ka një farë aleance të pashpallur ndërmjet demokratëve në SBA, të cilët duan që të fitojnë Kongresin edhe Senatin, me iranianët. Se ashtu sikur iranianët e duan Trumpin të vdekur, ashtu edhe demokratët e duan Trumpin ta largojnë nga pushteti, ta bëjnë atë që quhet impeachment dhe mundësisht ta fusin në burg.
Dhe për iranianët, koha është në favorin e tyre. Në anën tjetër, presidenti Trump nuk ka çfarë t'i bëj Iranit, sepse rifillimi i një lufte do t'jetë shumë i kushtueshëm. Po? Në Kongresin Amerikan dje, ministri i luftës, Pete Hegseth, deklaroi që deri tani Amerikanët kanë shpenzuar rreth 29 miliard dollar. Është një shumë e paparë për ekonominë amerikane. Dhe në anën tjetër është që kur kongresmenët amerikanë e pyetin Hegsethin dhe Trumpin çfarë po bëni për Iranin, ta nuk din çfarë thonë. Sepse Trumpi i ka provuar të gjitha metodat, që nga dërgimi luftanijeve, që nga apeli i vendeve të NATO-s, që nga bombardimet e Iranit, iranianët thjesht nuk e hapin ngushticën e Hormuzit. Dhe në këto momente ushtria amerikane po përballet me një remi. Kemi pak a shumë përsëritje të betejës së Gallipolit apo Çanakkales të luftës parë botërore, kur flota britanike dhe franceze dhe aleatët e tyre lanë kockat në brigjet e Bosforit dhe nuk arritën që të merrnin dot Gallipolin apo Çanakkalen, nga që turqit që luftonin nga toka ishin më të fuqishëm se sa agresorët anglo-francez që vinin nga deti. Dhe e njëjta është situata në këto momente. Çdo moment që kalon, çdo ditë që kalon, amerikanët shpenzojnë me miliona e miliona dollar për të mbajtur flotën e tyre në det, dhe kjo flotë ka nevojë për ushqime, ushtarët lodhen, ka nevojë për mirëmbajtje, luftanijet dhe avionët e tjerë, ndërsa iranianët janë në tokën e tyre. Domethënë ata bëjnë shërbimin ushtarak paradite, shkojnë në shtëpinë e tyre mbas dite. Prandaj në aspektin afatgjat, amerikanët nuk kanë çfarë të bëjnë. Domethënë amerikanët në këto momente kanë vetëm 3 opsione. Opsioni 1, të kapitullojnë përpara Iranit, ku t'i japin Iranit fondet që ata ja kanë bllokuar dhe të heqin gjitha sanksionet dhe të ndalojnë Izraelin nga vrasja e libanezëve dhe palestinezëve, gjë e cila për Trumpin do të ishte një poshtërim publik. Opsioni 2 do të jetë një luftë nukleare, sepse me një luftë konvencionale amerikanët dhe aleatët e tyre e kuptuan që nuk kanë çfarë të bëjnë Iranit. Opsioni 3 do të jetë vazhdimi i kësaj lufte të ftohtë, ku pala iraniane dyqon dhe beson, po jo vetëm iranianët, edhe demokratët, edhe evropianët dhe gjithë bota, beson që populli amerikan në votimet e nëntorit do t'i ndërshkoj republikanët dhe më pas demokratët që e urrejnë Trumpin do t'a rrëzojnë nga pushteti dhe mund t'a fusin edhe në burg. Ndërsa Trumpi në këto momente po shpreson për një mrekulli, por mrekullia nuk po i vjen. Ai në këto momente që është duke vizituar Kinën, do t'a lusi Xi Jinpingin, presidentin e Kinës, që t'i bëj presion Iranit, që ta bindi Iranit që t'hapi ngushticën e Hormuzit. Por unë nuk besoj që Kina do t'a bëj një gjë të tillë. Do t'a shohim se kinezët e kuptojnë që lufta kundër Iranit, se ke fundit fare, sigur edhe ka deklaruar presidenti Trump, është luftë kundër Kinës, sepse Trumpi shpresonte që duke ndryshuar regjimin në Iran, do i bënte Iranit atë që i bëri Venezuelës, ku rrëmbeu Maduron dhe tani kontrollon naftën e Maduros, por në Iran të shtoj. Tani, do pyes për diçka tjetër që ka të bëjë në marrëdhëniet e Shqipërisë me Izraelin, sepse kryeministri Edi Rama dje ka marrë pjesë në summitin Shqipëri-Izrael, aty u bën bashkë disa kompani, 40 kompani inovatore izraelite për garantuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar ekonominë shqiptare dhe të rajonit, siç u tha, dhe fajsoi iranianët për sulmet kibernetike dhe pati deklaratat tjera në fakt, që lidhen pra pikërisht edhe me hebrejnë, po kjo është tjetër çështje. Sa më shumë hebrejnë tha në vendin tonë aq më mirë është, po përtej kësaj, si e shikon këtu? Tani, sigur kam thënë edhe në për intervista në për televizionet të tjera, kryeministri Rama e përdor Iranin si delen e zezë për të rregulluar marrëdhëniet e tij me lobin izraelit.
sikur deklaroi edhe pronari i MC në televizionit, zoti Meksi, në një intervistë që dha me ju dje nëse nuk jam gabim, Jo, fare. ai beson që ai beson që mbrapa Homeland Justice qëndron një emër që është Ermal Beqiri. Dhe unë e kam thënë prej kohësh që unë dyshoj që të ashtë quajturat sulme të hakerëve iranian në Shqipëri do janë bërë nga një dorë e brendshme në Shqipëri. Dhe ashtu si kur thot Jezu Krishti në Bibël, që pema gjykohet nga frutet e saj, ne po të shohim se kush përfitoi nga sulmet kibernetike kundër Shqipërisë në vitin 2022, nuk ishte Irani, por ishte Izraeli. Këto kompanit që Edi Rama ka sjell dje në Tiranë me shefen e shikut të tij Vlora Hysenaj dhe Albatros Rexhajn, këto janë një grumbullim me hajdutër nga Bashkimi Sovjetik, të cilët vinë në Shqipëri dhe Rama bën tendera sikur bënte më herët Akshi i Ergyst Agasit. Tani Rama e përmend Iranin sa herë takohet me izraelitët, nga që ai është i dëshpëruar për të ardhmen e tij. Dhe Rama kërkon që ta pozicionoj Shqipërinë pak a shumë si një vend heroik i cili është duke luftuar në krah të Izraelit kundër Iranit, Islamit dhe Palestinës. Nëse dëgjuat fjalimin e Ramos dje, Rama përmendte Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin, edhe thoshte ne jemi në krahun tuaj në luftën kundër Iranit. Në anën tjetër, Rama ka prej vitesh, dhe këtë e nisi që në vitin 2016, kur mori mujahidinët, që e përdor kartën e terroristëve mujahidin si kartë nëpërmjet të cilës mundohet që ta shesi veten e tij si një aleat i rëndësishëm për zionizmin dhe Izraelin, dhe me këtë ai mundohet që të bindi administratat amerikane që ta mbajnë atë në pushtet. Dhe Rama që kur themeloi policinë e antiterrorit në vitin 2014, 2 vite më vonë bëri super operacionin me urdhër të Mossadit në ndeshjen Shqipëri-Izrael, duke arrestuar me qindra musliman shqiptar në gjithë vendin me urdhër të Izraelit, dhe që prej sjelljes së mujahidinëve Shqipëria është kryer në një shtet armiqësor me Iranin, pa i bërë Irani asnjë gjë Shqipërisë. Dhe Rama me hapat agresiv që mori kundër Iranit, të cilët nisën që në vitin 2018 me kërkesën e Benjamin Netanyahu dhe John Boltonit, ku dëboi ambasadorin iranian nga vendi dhe diplomat, dhe me kulminimin e këtyre sulmeve që erdhën në vitin 2022, ku ai mbylli ambasadën e Izraelit me urdhër të Iranit, me urdhër të Benjamin Netanyahut, ai është munduar në gjithë këto vite që t'i bindi izraelitët që ta mbështesin ata, ta mbajnë atë në pushtet, nga që Shqipëria e Ramos është sakrifikuar për Izraelin në luftë me Iranin. Dhe një deklarat shumë problematike që Rama bëri dje, po që e ka bërë që në nëntor vitit 2024, ai në mënyrë të vazhdueshme po i lut izraelitët që të vinë edhe të vendosen në Shqipëri. Rama dje deklaroi që Shqipëria është adheu juaj, hajdeni dhe vendosuni këtu. Domethënë kjo është pak a shumë një thirrje për kolonizim të Shqipërisë nga kolonët izraelit. Dhe sikur kanë treguar edhe hetimet e Akshit, Rama i përdori sulmet kibernetike me justifikimin e Iranit, por të përdorur bandën e Gjys Agasit dhe Akshin për të vjedhur me miliona dollar nga xhepat e taksapaguesve shqiptar në emër të luftës kibernetike kundër Iranit. Dhe sikur edhe përgjimet e Akshit kanë treguar, e gjithë kjo gurguleja që u bë në emër të Iranit, faktikisht i shërbeu 2 mafjeve. Mafjes së Gjys Agasit dhe personave të afërt me tij, dhe mafjes së këtyre kolonëve nga Bashkimi Sovjetik që kanë pasaporta izraelite sot, të cilët Rama i thret në Shqipëri sa herë, u jep projekte pa tendera. Këtu do të qëndrojmë. Çfarë garancie është për Shqipërinë mbrojtja nga kompanitë izraelite?
Kjo nuk është garanci, por ky është një rrezik për sigurinë kombëtare, nga që ne e dim që nga viti 2022 Izraeli mori kontroll total të gjithë sistemeve të kibernetikës shqiptare. Izraelitët kontrollojnë e-Albanian, kontrollojnë sistemin bankar shqiptar, din ku jetojnë shqiptarët, kanë të dhënat tona biometrike dhe çdo gjë tjetër. Dhe kjo është një rrezik shumë i madh për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, nga që në çdo moment ka hajdut izraelit që marrin lekët dhe tenderat e Shqipërisë, po të duan mund të hakerojnë llogaritë bankare të shqiptarëve dhe në veçanti shteti i Izraelit, i cili ka një histori të përsëritur kopshimi dhe vjedhje të dhënash të vendeve të tjera, ata e kanë bërë këtë kundër Hollandës, kundër Kanadas, izraelitët me të dhënat biometrike dhe kibernetike që kanë të shqiptarëve, ata mund të prodhojnë pasaporta dhe karta identiteti në emër të shqiptarëve dhe t'i përdorin ato në sulme terroriste që ata bëjnë nëpër botë. Dhe kjo sënon sigurinë kombëtare shqiptare, ka që në çdo moment Mossadi izraelit mund të marrë për shembull të dhënat e mia dhe të prodhojë një pasaport, një kartë identiteti në emër tim, vetëm me foto të ndonjë muzhiku nga Bashkimi Sovjetik, dhe ky person mund të dërgohet nëpër vende të ndryshme të botës, të bëjë vjedhje, të bëjë sulme terroriste, dhe kjo siguron drejt për drejt sigurinë e shqiptarëve. Pra kjo që ka bërë Rama nuk e ka bërë asnjë vend i botës. Franca, Kanadaja, asnjë vend i botës nuk i jep të dhënat kibernetike të huajve. E para, e dyta, këto tendera që bën Rama dhe këta personat që ju shikoni këtu, që ai ka ftuar dje në Tiranë, të cilëve u paguen hotelet, u paguen avionat, të ngrëna dhe të pirat, me gjithë të bandën e këtyre kosovarëve të Albatros Rexhaj me kompani që i sjellin dhe i përcjellin, se këto projekte duhet i jepin izraelitëve. Ka me mira shqiptar të talentuar në të gjithë botën, shqiptarë që kanë studiuar nëpër universitetet më të mira të botës, që mund të ndërtojnë sisteme shumë të mira kibernetike për mbrojtjen e Shqipërisë. Pra, pyetja e thjeshtë është pse duhet ftohen izraelitët? Çfarë janë këta njerëz? Apo nga që vijnë nga një regjim gjenocidal dhe shumë nga këta persona që neve shohim në sallë, në të kaluarën kanë shërbyer për ushtrinë e IDF-it izraelit dhe kanë vrarë njerëz dhe mysliman të pafajshëm të gjithë lindjen e mesme. Ky është një projekt personal politik i kryeministrit Rama, ku ai po i shet infrastrukturën e sigurisë kombëtare shqiptare izraelitëve, duke e bërë Shqipërinë e para palë në një luftë botërore, luftë kundër Rusisë dhe Iranit, e dyta duke shitur pasuritë kombëtare të shqiptarëve duke ia dhënë të huajve, në një kohë që nëse Shqipëria ka nevojë për mbrojtje kibernetike, unë jam më së i sigurt se në Shqipëri ka me mira shqiptarë të talentuar, që janë shumë herë më të talentuar se sa këta Ukrainas, Polak, Bielorusë dhe Rus që Rama ka ftuar dje në Tiranë. Faleminderit, zotëja Zexhi. Faleminderit për ftesën. Shëndes.